Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton Rishtazi. Sot të ftuar kam kënaqësi të kem një mik, por gjithashtu edhe një aktivist, ndoshta edhe specialist në fushën e vet, por edhe një pjesëmarrës në jetën aktive edhe politike, i cili ra në sy me zgjedhjet e fundit lokale. Ai është Visar Ademi, faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit që më dhe mundësinë si mik pas një pjesë kohës të përsërit të paraqitëm në media dhe patjetër podcasti yt ka qenë një ndër alternativat të cilat unë nuk mund t'i refuzoja. Të faleminderit shumë për këtë gjë. E di që ka pas shumë interes sepse opinioni të një thash si specialist ekonomist me analizat e tua ke qenë shumë prezent, por njëkohësisht me qëllim e përmenda aktivist sepse ke qenë një nga ata njerëzit që vazhdimisht ke folë për të mirën e përgjithshme, diçka që shoqëria jonë po e humbet si sens, por edhe me përfshirjen tënde në zgjedhjet lokale. Këtë bisedë do ta bëjmë në dy pjesë. Ne jemi marrë vesh, por gjithsesi t'ia themi edhe publikut pak për këtë rishfaqjen tënde pas zgjedhjeve, si një përsiatje e asaj se çfarë ndodhi sipas teje, por edhe pak për tendencat ekonomike dhe krizën ekonomike, sidomos nga problemet që shfaqen në rrafshin global dhe konfliktet globale. Atëherë do të filloj me pyetjen e parë, Visar, kështu shumë miqësisht. A ke bërë një reflektim se çfarë ndodhi në zgjedhjet lokale? Patjetër që kam bërë, dhe unë edhe në prezencën time të fundit, edhe mes miqve kam thënë që përgjegjësia është para se gjithashtu imja personale. Nuk mund të krijoj një lloj emocioni, nuk mund të bindi ato qytetarë që unë jam alternativa e dur për ta udhëhequr qytetin. Përtej kësaj, pastaj ka disa momente të tjera të cilat kanë ndikuar dhe kanë patur një impakt madh në atë rezultat që e mora. E para njëherë, asnjëherë nuk mund ta nënçmojsh përqindjen e imigracionit që ka Gostivari. Gostivari ka humbur 37% të vetes vet, të trupit vet. Ka humbur njerëz të cilat në esencë janë produktiv në kuptimin ekonomik, por në kuptimin politik ato ka qenë njerëz të cilat nuk kanë dakorduar me atë sistemi i qeverisë dhe kanë ikur nga vendi. Ato duhet të ishin masa kritike imja për të votuar ndryshe, sepse ato kanë votuar gjithmonë ndryshe në zgjedhjet parlamentare lokale dhe në momentin kur ato e shohin që nuk ka impakt, ikin nga kjo shoqëri dhe unë këtë koncept e nënçmova, sepse mendova që akoma ka njerëz të cilat mund të bëjnë një lloj mase kritike. Nga ky aspekt, masa kritike është larg Gostivarit. Ka ikur në botën perëndimore, botën zhvilluar dhe kjo ka ndikim të madh. E dyta që dua ta them është që sot akoma nuk e kuptoj si ka mundësi që çdo ato që quhen ekspert apo intelektual, të cilat zhurmshëm kanë folur në rrjetet sociale apo kanë ndonjë mendim ndryshe kritik ndaj qeverisjes apo edhe skenës politike, nuk e pan rrugës të thonë një fjalë, të paktën një lloj deklarimi publik për ta shprehur jo vetëm për krajën ndaj meje, por për ta shprehur edhe një lloj pakënaqësie dhe një reflektimi të vetin që ka gjithë këto vite për ato që ndodhen me shqiptarët dhe me qeverisjen lokale. Ja këtu dua të të pyes, si përfaqësues si një shoqërie civile, kur futesh në garë politike, opinionet janë të ndara mes njerëzve që e kemi diskutuar, ke bërë shumë mirë që e përfshirë, sepse megjithatë ke dhënë një sinjal civil të shoqërisë tonë, dhe të tjerët më skeptike që thonë shumë keq që je përfshirë, sepse dihej që nuk do kishe sukses për shkak, jo tëndin, po për shkak të makinerive politike. Pyetja ime është pikërisht këtu. A duhet marr, ose si e shefti, çfarë mësove? A duhet marr shembulli jot si një moment që njerëzit megjithatë që nuk kanë një mbështetje të madhe arkitekturore, politike, të dalin në garë, ta thonë fjalën e tyre, të kontribojnë në pasurimin
e debatit publik, apo të dorëzohen duke e ditur që makinerit dhe sidomos mizenskenat politike do dëmtojnë rezultatin. Në një situatë politike aq të politizuar si Maqedonia, kjo mban si refleksion. Por ajo që the përpara nuk është koha, unë nuk mendoj që koha i zgjedh trimat apo njerëzit që të cilat marrin një vendim që është i larg komfort zonës vet. Njerëzit e zgjedhin kohën. Tani unë nuk dola thjesht se a është koha apo nuk është koha. Kur e pash Gostivajin të katandisur, kur e pash Gostivajin që nga 1,5 milion euro borx publik ka shkuar në 5 milion, kur e shoh Gostivajin me qendrën Datsak, kur i shoh me ato mbeturina, si ekspert, si intelektual, i kam borx asaj shoqërie, them që unë mendoj dhe dua dhe kam kapacitet ta bëj ndryshe. Unë kam obligim qytetar dhe intelektual dhe kombëtar të them që për te kësaj komfort zonës time, për te kësaj të zhvillimin të një karriere time, edhe mirëqenies ekonomike time, tham duhet t'ja jap në dispozicion të një kontributi shoqëror. Edhe shoqëria duhet të jetë shumë mirënjohëse kur i vjen dikush në një moshë mesatare, të themi, vjen me një CV të pasur, vjen me një lloj eksperiencë dhe një bagazh intelektual. Sesa kur i vjen një person që ka dalë nga fakulteti, që edhe për ato respekt, po unë vija me një bagazh ndryshe ngostivar. Edhe unë nuk do e shpëtoj as kombin, as këto, po do i zgjidhja në nivelin ekonomik disa probleme të cilat Gostivari do ishte sot role model e asaj se si do të zhvillohet. Unë, për informacionin tënd, Nazim, kam pas 750 minuta të incizuara për projekte dhe zgjidhje ekonomike. E din sa i shfaqja në fundet sociale? Vetëm 7 minuta. Pse? Sepse e pam dhe e vlerësuam dhe e matëm opinionin që Gostivari ka 3 prioritete. Qendrën Datsak, mbeturinat dhe borxhin publik. Në një vend ku sot 2026 të flasim për këta diun, flasim për inteligencë artificiale, flasim për robotizimin dhe automatizimin e proceseve, ne akoma kemi ngel tek çështjet e shekullit kaluar. Edhe kjo më dhem si intelektual. Prandaj unë duhet dhe vazhdoj të mendoj që intelektualët edhe ekspertët duhet gjithmonë të dalin sepse asnjë nuk është koha. Gjithmonë do ketë një moment politik të cilat do ta përmbys këtë kohën. Po pikërisht këtu nuk e them te koha, e them te modeli, modeli është pastaj këtë drejt. Në kuptimin e asaj që a duhet dorëzuar kur dihet që mizanskenat politike këtu kanë vendosur rezultatin, edhe pse e bëj këtë pyetje, ja do të bëj një paralele tjetër. Përveç teje si kandidat i pavarur, kishte edhe në Strug një kandidat i pavarur, mirë po unë mbështet publikisht nga forcat politike. Unë mbështet do ta sarri këtë pjesë lutem. Mirë, prandaj po them, tani ky kandidat i pavarur, kushdo qoftë, që nuk ka një background politik, nëse nuk ka një mbështetje politike, atëherë çfarë duhet të dorëzohet, mos ta themi debatin, se unë të thash një pjesë e madhe e njerëzve e vlerësojnë përpjekjen tënde. Pavarësisht rezultatit. Do ta definojmë një çfarë është kandidati i pavarur. Kandidati i pavarur i cili përkrah nga partitë politike, vetëm de jure i pavarur nuk është i pavarur. Kjo njerëz, më thënë, sot kur dalë edhe unë tham i pavarur dhe nesër vin partitë politike rreshtohen mbas me, kjo nuk është pavarësi. Kjo është varësi, vashmëri. Thjesht ti e lun rolin, jo, ti e zgënjen apo e gënjen një mas njerëzish, të cilët brenda kësaj de jures në konceptin praktik ka një model tjetër. S'ka qenë kërkush i pavarur përveç me. Ke patur kandidat pavarur, të cilët thjesht de jure kanë shkuar pavarur, edhe për kanë dalë nga partitë politike, siç është rasti i ai komunës shqiptare që u bë famë e madhe, apo edhe Strugës, apo vende tjetër. Unë kam qenë i vetmi kandidat i pavarur, pa struktura politike, pa përkrahje politike. Po pikërisht këtu e kam punën, pa këtë mekanizëm, pa këtë mizansken të madhe, se ne e dim se çfarë ndodh zakonisht me kontrata, me diskutime, me ndarje pushtetesh, ende pa e marr postin. Do dalte ajo. A duhet dorëzuar një njeri civil? Për mendsinë tonë, edhe këtu të fusë edhe ty të mendësia progresive, për mendsinë tonë, politika është vetëm një kontribut shtesë. Për politikën është jeta vdekje. Nuk është kontribut shtesë. Pse të më kontribut shtesë? Sepse unë them, unë me gjithë këtë CV-n time, e fus në hipotekë emrin tim, në qofse qyteti, qytetari, votuesi e vlerëson, do ma jep votën. Për atë person të cilin është antar politike, gjithçka që ka është ajo vija politike dhe karriera politike, për atë është humbja, do të zhduke nga skena. Ndërkohë që për ty është
kontribut shoqëror. Edhe ti pastaj kur përfundon ky cikël, humbet, i kthesh përsëri profesionit tënd. Vazhdon jeta e kështu me radhë. Në ndërkohë që ai s'ka ku të vazhdojë, sepse 20 vjet kanë kaluar, gjithë karrierën e vet e ka politike. Nga ky aspekt, jeta e vdekje ty më njëherë bëhet e papërballueshme lufta me ata, sepse ato janë shumë në avantazh të madh. Kjo e para. E dyta, unë se kam ditë asnjëherë se çfarë roli të madh kanë struktura. Edhe e pash në zgjedhje. Sot pa mos pas një dek, pa mos pas një nëndek, pa mos pas një person në një fshat, sot e ketë vështirë sepse presioni publik dhe politik i atyre vendeve është goxha i madh. Te unë ka patur raste që unë kam shkuar, më kanë thirrë veç qytetarët, ai se nuk është bërë një rrugë e kështu me radhë, i kam pa fotografit edhe i kam marrë një nga një telefon pastaj. Dhe kam bërë presion. Apo edhe e mira e kësaj, unë kam qenë si korektues i qeverisë lokale. Ali ku kam shkuar, kam thënë një fenomen, është bërë puna me një të nesërme. Edhe nga ky aspekt jam shumë i lumtur, sepse kam patur kam kontribuar që të rregullohen disa lloj çështje të cilat nuk kanë zgjidhur me vite. Por për ta përfunduar këtë lloj ide, unë nuk mendoj që betejat tona janë të humbura. Ne jemi të humbur individualisht, por unë mendoj se çdo kush që mendon, qoftë shoqëri civile, qoftë intelektual, qoftë ekspert, do duhet kontriboj me atë lloj bagazhi që e ka. Por edhe një herë, ne të tjerët që jemi nga jashtë, që kemi një mendësi të njëjtë, duhet ta ndihmojmë këtë person, sepse kjo luftë nuk është individuale. Lufta ndërmjet keqes dhe të mirës ka qenë historike dhe ka qenë kur ekziston njerëzimi, por nuk është kjo luftë individuale. Nuk e fiton dot ti strukturën politike duke qenë vetë në zgjedhje. Dua të bëj edhe një pyetje që është bërë shpesh dhe shkon në logjikën e asaj që e diskutuam. Me që ishte si një frymë opozitare, pavarësisht që ishte kandidat i pavarur, shpesh është sugjeruar pse përfaqësuesit e Vlenit nuk të mbështetën ty, dhe nxorën pastaj në raundin e dytë e dim si shkoi procesi, një kandidat i cili u prezantua si risi, ndërkohë që ishte Nevzat Bejta. Këtu kishte një kontradikt të madhe me logjikën e sjelljes së diçka të re. Visar Ademi, pavarësisht se mund të ishte njëri i njohur në politikë edhe në politikbërje, edhe në marrje përgjegjësie ishte diçka e re. Si e shpjegon këtë element? Qoftë edhe nga aspekti intelektual, siç e shpjegon ti, qoftë edhe nga aspekti i frymës që kjo strukturë thoshte se do ta mbështesë. Edhe ti ke qenë miq me një pjesë të tyre. Jo, unë domethënë kur dola fillimisht e mendova atë që thash para çështjet e Gosivajt dhe dola nga refleksioni qytetar që më dhan ose më than atë që duhet të vi koha e një profesionalizmi në komunë. Vendimet që i kanë marrë partitë politike janë vendimet e tyre dhe unë nuk mund të përzihem. Mirë po, u kërkova përkraj nga gjithë partitë politike, kur futa. Dhe çdo kush që shikonte një alternativë veprimi nëpërmjet meje, mund përkrahte. Këtu nuk bëri përjashtim as BDI, as Aleanca, as Vleni. Vleni si parti opozitare mbase, logjika juaj kishte më tepër edhe stake, edhe interes, edhe qëllim për të përkrahur, mirë po unë edhe sot e kësaj dite nuk e di pse nuk përkrahi Vleni, ose pse të paktën publikisht nuk më dha një lloj përkraje. Mbase kanë menduar ato që unë nuk reflektoj pozicionet e tyre, interesat e tyre e kështu me radhë, kjo është pyetje për ata. Ndërkohë që unë kam kërkuar përkraje nga çdo parti politike. Edhe nga çdo parti politike kam dashur që në nivel lokal të them, dëgjoj, kjo është vizioni im. Nëse çdo kush përkrahen këtë vizionin tim, atëherë të përkrahen sepse do jetë mirëseardhur edhe për mua dhe për qytetarët. Vendimet e përkrahjes dhe mos përkrahjes takojnë atyre, nuk takojnë. Dakor, po pyetja është me vlerë disi sepse është bërë në vazhdimsi sidomos në kohën e zgjedhjeve dhe për një arsye tjetër për të qenë fair ndaj të gjithëve edhe ndaj Vlenit. To që e kishin pushtetin në vetvete do duan ta mbajnë pushtetin. Në këtë kontekst kur vjen opozita, kushdo qoftë ajo, dhe kur do t'ja marr pushtetin atij që e ka pushtetin, se ai që ka pushtetin nuk e dorëzon as shkollaj, që do të mbështesë ty, prandaj i apostrofoj ata dhe duke e ditur që në atë terren nuk është që ekzistonin shumë mirë me sondazhe, me analizat që bëheshin, një figurë siç do ishe ti dhe në qoftë se qëndronin mbrapa, mund të ishte një impakt i madh. Kështu të paktën mendoheshte në fillim derisa pastaj u qartësuan gjërat. Dhe prandaj pyetja ishte që për ty tani si një qytetar, si një aktivist civil, çfarë mesazhi duhet të marrë shoqëria kur individët e duhur
të cilët të paktën ashtu reflektojnë, nuk mbështeten për atë të mirë të përgjithshme. Nazim, jo vetëm në nivel lokal. Unë mendoj që në nivel edhe politik tash, Bleni është në pozitë, BDI-ja është edhe aleanca në opozitë, aleanca e një aleancë nga ato. Unë mendoj se çdo parti politike që nuk merr intelektual nga populli dhe ekspert është e destinuar të dështojë. Nuk ka asë një zgjidhje tjetër, sepse strukturat politike të japin një lloj komoditeti, ama extra mile, atë kilometrin ekstra të japin mendja kritike menda një partie politike. Ato të cilat do japin zgjidhje problemeve institucionale. Sot ti prandaj ke njerëz të cilat vëmëroja i nënçmon, sepse thonë që ne nuk shohim ekspertizë tek njerëzit me të cilët duhet qeverisim. Edhe nëse ti shkon vetëm një kartë qëllim që të rrezojmë BDI-n, kjo është okay, ama kjo nuk duhet të jetë model veprimi. Kjo nuk duhet të jetë vizioni jot. Qëllim në vetë është derisa bie partia rivali, po sepse ti prandaj ke parti politike. Ama nuk duhet të kthehet në model veprimi, nuk mund të kthehet në vizionin tënd pafundësisht. Ja realia me ti, okay. Tani ke model zhvillimi, edhe unë mendoj që partitë politike kanë strukturat e veta, edhe kjo bën mirë pa atë ekstra mile, atë ekstra kilometrin të japin mendja kritike brenda. Edhe ne duhet të lëvizim për te kësaj, edhe prandaj ishte hyrja ime në politik, që unë doja kisha zgjedh 5 tema kryesore për Gostivarin, edhe doja në çdo temë të zgjidhja nga një ambasadorin e temës, që është person me CV, që kampanja ime mos jetë për Vistar Ademi, po jetë për Gostivarin. Për fatin keq, unë 5 veta intervistova, që i kisha përzgjedhur, të gjithë më thanë po, pas ndërhyrjes politike më thanë Vistar s'mundemi, kemi vllaun, kemi motrën, kemi fëmijën në për to, edhe ato pastaj u kthyn mbrapsht edhe e bën që unë të jetë kjo lloj kampanje vetëm për mua. Unë doja të fus një lloj modeli që do mbaheshte mend në zgjedhjet lokale në Gostivar, e doja që të jetë çdo kush nga këto persona që quhet ambasador ta shprehen vizionin e vet se si e zgjedh arsimin, ekonominë, sipërmarrësinë, mirë për fatin e keq asnjëherë nuk realizuar, sepse thash edhe një herë, momentin kur e kuptonin partitë politike që un kam biseduar me Nazim Rashidin për shembull, ato e telefononin dhe bënin presion edhe politik, edhe direkt, edhe kështu. Edhe kjo pastaj e bëi që njerëzit friksohen. Kjo pavarësia që ti e ke, a mendon që të ka dëmtuar, sepse je i pa kontrollueshëm në sytë e partive? Ma kanë thënë. Një ndër arsyet pse nuk e përkrajmë në Visarin, se nuk e kontrollojmë dot. Nuk e them kush e ka thënë, po ma kanë thënë edhe nivelet larta, nuk e them tash me emra, po ma kanë thënë që kjo është arsyeja ndoshta kryet. Dikush ka thënë për shkak se ne nuk e shohim sepse ka bagazh të madh edhe nuk jemi kompatibil me politikat e tij, po një arsye e madhe është që nuk kontrollohet. Se kontrollojmë dot. E tani këto njerëz duan kukulla. Për fatin e keq, tash unë duhet një mas pari të zgjedh persona të cilët i fus në ndërmarrje publike që janë të partive politike. E dyta do duhet tani me korrupsion. E treta gjithë modelin e interesit të një partie politike të fus me institucionit. Këte nuk e doja, dhe ta për shkak se nuk mund ta kontrollojmë deri në anash. Se pas ke bërë pazarin e duhur. Jo, se kam bërë, nuk e kam bërë. Edhe jam i lumtur për këtë që se kam bërë, sepse pavarësia ime dhe CV-ja ime është gjithçka që kam në jetën. Në gjithë këto ta humbja në këtë moshë që e kam, atë çfarë më duhesh të fitoria? Çfarë duhesh të fitoria mua? Unë vazhdova të jem konsistent asaj që kemi njohim bashkë vetëm njëri tjetrin në mendime, në veprime, edhe unë doja që CV-ja ime të jetë pa prekur nga ky aspekt, sepse do kisha fituar me ndoshta mendimin politike, po do kisha qenë ai Visari që e ruante pavarësinë e mendimit, e idesë së kështu me radhë, edhe veprimit. Dhe për ta mbyllur këtë cikël të bisedës, a është shoqëria duke të përfshirë edhe ty tani si individ peng i këtij narracioni si ta quaj narracioni që diktohet nga partitë, nga strukturat e partive, që non kupton interesa direkte lukrative? Po, Nazim, edhe për fatin e keq, ndoshta se ka vetëm faj politika këtu, ne jemi shtet në tranzicion. Tranzicioni nuk është vetëm ekonomik, ose reformat me ligje, është edhe tranzicioni mendësisë. Ne ndoshta shumë presim nga një popull i cili vetëm 30 vjet ka pavarësi. Ndoshta ne jetojmë kohën e gabuar,
Edhe këto pas 10 apo 15 viteve do jenë tema për të cilat do qeshin fëmijët tanë apo nipërit tanë, por duhet kaloj si tranzicion. Por jemi peng. Të me thënë, ne jemi peng i kësaj strukture, kësaj masovizimit, të idealizimit të një figure politike, si që është krijetari i partisë politike, dhe pak i shojmë tema zhvillimore. Ne më tepër merremi me a do jetë filan personi kryetar partie apo do jetë kryetar komune, në ndërkohë që këto temat zhvillimore të cilat oferta këto duken. Unë them edhe një herë për fund, unë kam 50 vite, edhe 50 viteve të këtë kësaj që kam bërë në përbot, thash që ja fus në shërbim në Gostivaj, dhe tani kem pikpyetjet e mia, pse duhet të futem në një garë e cila ishte e predispozuar të humbet, më bën të zhgënjehem pak, por asnjëherë mos e shohim më dritën në fund të tunelit që lufta vazhdon sepse është e përhershme. Nuk është ciklike, nuk përfundon këtu, po vazhdon. Ndoshta do gjejmë një figurë tjetër pasi ta përkrajmë ne të mund të luftojmë. Kjo është ideja, ndoshta në atë kalan e madhe një gur i vogël, pastaj mbi atë gur të vogël do vi një gur i madh. Por dhe kjo vlen për të gjithë, për të gjithë ne që ndoshta tentojmë të japim një kontribut shoqëror. Tani, pas një qetësie që ke reflektuar e kështu, të vjen keq që u përfshive në një garë politike? Thash edhe një herë, unë ja kam borç atij qyteti, sepse ajo shoqëri ka investuar shumë në edukimin tim, nuk ka investuar para, patjetër ka investuar në mësimit, në mësimdhënies, unë kam bërë shkollë fillore atje, shkollë të mesme atje. Ajo shoqëri më ka dhënë gjithçka, vendin tim Purës, dashurinë tim Purës, simpatinë e parë. Shumë ka dhënë si shoqëri shumë, edhe do ishte shumë dyftyrshë që unë them dëgjoj, unë kam krijuar tani një CV, më intereson të mirëqenia ime ekonomike, asnjë gjë tjetër. Unë dhe familja ime, jo, do duhet të ta rikthej në investim përsëri në Gostivar. E keqja e madhe është që nuk munda të tregoj potencialin tim edhe në qeverisje. Kjo është e keqja, se përndryshe si eksperiencë, as edhe një herë nuk do kisha marrë përsëri një vendim, por me teknika të ndryshme të veprimit, por si eksperiencë dhe si kohë kaluar për qytetin tim asnjëherë nuk e kam. Ne kemi njohur edhe unë di personalisht plus edhe raste ndërkombëtare ku individ të caktuar në një sistem ose në një garë elektorale kanë humbur, por nuk janë dorëzuar, kanë vazhduar më tej me mundësi të tjera. Nëse të jepesh të mundësi e dytë, do ta bëje? Çfarë pyetje është atë? Unë e vërtet jemi miq, po në këtë hapësirë jemi profesionist. A do e bëj me këtë mendje? A do e bëj, nëse do e shoh rezultatet, si 1400 vota, nuk janë pak, nuk janë shumë, por nuk janë edhe pak. Në aspektin, domethënë, e rezultatit nuk do e bëja, sepse është zhgënjys. Në aspektin e teknikës, edhe në asaj që thu ti një gur në kala, për ta ndërtuar kalan patjetër që po. Për t'i thënë aty qytetit që kalaja po vjen tani, po ndërtohet. Okej, këtu do ta lë me këtë pjesë, do dosha t'i rikthejmë. Tani është problem ta bëjmë speechin, a? Jo, do ta bëjmë. Do t'i kthehemi ndoshta qeverisjes në fund edhe një herë një lloj kritike në kuptimin e asaj të masave, po duhet të pyes edhe ta lidhim bisedën sepse shpesh flet edhe e përmend termin politika zhvillimore, që normalisht duhet të ekzistojnë, por këto politika zhvillimore shpesh na ndikojnë edhe nga zhvillime ndërkombëtare, konfliktet e fundit e tjera. Sa mendon që krizat globale sot ndikojnë direkt në Maqedoninë e Veriut dhe pse, ose edhe në Ballkan? Se disi opinioni i shef si të largëta, po në fakt impaktin e ndjejmë. Shumë bukur dhe kriza globale. Kjo është termi kyç. Kjo ka të bëjë me vitin 1990 me një vendim ose një ngjarje politike që përcaktoi ekonominë. Rënja e murit Berlinit krijoi një model tjetër ekonomik që quheshte ose normalisht që erdhi rishtazi pastaj, quhet globalizimi. Globalizimin Thomas L. Friedman, një person që unë e dua shumë ekonomike, ka thënë bota është një fshat global. Pse? Sepse i bëri që shtetet të integrohen më tepër në mënyrë ekonomike dhe tregtare, mirë po e bëri i dha rrugë edhe lindjes të disa kompanive që quheshin multinacionale dhe globale. Ato edhe sourcing, edhe lëndën e parë, nuk e bënë nga vendi i origjinës, po edhe shiqen e bënë në vendet e botës. Sot po që se del në shkup, në për supermarkete, ma tepër ke produkte ndërkombëtare, apo edhe për butiqet e shkupit, me Nike e kështu me radhë, se sa që ke koncepte lokale. Edhe kjo
nuk mundet ta bëj krizën dhe reflektimin e krizës vetëm atë në atë vend ku është. E para një, sepse bota është integruar. E dyta, ekonomia jonë është e hapur. Çmimet e energjisë elektrike, të naftës, të gazit nuk përcakton Shkup dhe Prishtinë dhe Tiranë. Përcakton vendin e origjinës. A që janë ato vende, lindja e mesme është vendi ku e ka naftën, Evropa e ka energjinë elektrike, edhe ne jemi shteti i cili importojmë këto të mira. Pastaj nga gazi dhe nga energjia elektrike ti e përdorën si lëndë të parë për ta bë bukën, për ta bë këtë, gjithçka pastaj ka një lloj zinxhiri. Unë prandaj e du ekonominë shumë, sepse çdo lloj ndërhyrje në një ekuacion ekonomik ka pastaj rezultat në outputin përfundimtar. Po, kjo nuk kuptohet shumë, prandaj po them, se ne në përgjithësi këtu themi që ekonomia është e dobët, ekonomia apo zhvillimi ekonomik, këto gjëra dhe nuk kuptohet se sa e lidhur është në fakt ekonomia me gjithë këtë ekonominë ndërkombëtare. Sa merren masat e duhura sipas teje sot për të mbrojtur nga këto shpjegime që sapo i dhe, nga këto tendenca që sapo i shpjegove. Ne jemi moshe e mesën bashka, e thash pas edhe moshën. Këto politikanë, ose këto vendimarrës, paktën ne i njohim nga 2000 që janë të njëjtë, për të 2000. Nga viti 2000 deri 2026 nazim ka ndodhur të paktën 4 kriza ndaja ekonomike globale. 2009 ndodhi kriza financiare globale, ndodhi Covid, ndodhi lufta e Ukrainës, ndodhi lufta e Iranit. Çfarë diti nga masat? Vetëm një masë që merret tu është Komisioni Regulativ i Energjisë Elektrike, ata ulim çmimin e naftës, ti ulim TVSH-n, ta ulim këtë, kjo është masa më e madhe. Shive, krizat ekonomike nuk sjellin vetëm probleme, impakt, sjellin edhe mundësi. Kur them mundësi është si s'ka patur në këtë shtet një herë debat të thomi që kjo krizë ekonomike të 2009-s mund na sjellë një cikël të ri problemesh, edhe hajde ne që mundemi të ka 20 vite që flasim për energji solare, për panele voltaike. Flasim që do japim shtëpive të vendosin, të japim subvencione. Asnjë gjë s'është bërë nga kjo punë. Ne ta përfundojmë idenë. Se ka kompani edhe individë edhe politikanë që apo investojnë në këtë për përfitimet e tyre. Okay, në nivelin e qendra biznesi e kështu. Oligarkia ndoshta ka lëvizur, po s'ka lëvizur qytetëria që të mundet të jetë e varur shumë më pak nga çmimi i elektrike. Kjo e para. E dyta, ne jemi ekonomi varësisht e varur nga importet. Edhe kur them importet, nëse e merr strukturën e ushqimit, duke filluar nga mielli, nga vaji, nga mishi, nga qumshti, ne gjithçka importojmë nga Serbia, apo nga Ukraina, apo nga Brazili, apo nga Argentina. Mishin e ngrirë kemi gjithçka nga Brazili. Si sta ky shtet një herë, kushdo qoftë ai shtet, ajt krijojmë subvencione, politika subvencione që të paktën ushqimin, i cila ndikon shumë në inflacion e qytetarëve, të mund ta bëjmë, ta barazojmë, se s'mund të kemi suficit. Ne, nazim, për ta thjeshtësuar fjalën, ne konsumojmë shumë më tepër se sa që i ka kapacitet vendi të prodhoj. Edhe të gjithë 2/3 e kësaj malli ne e marrim të gatshëm nga Serbia. Tani ti si do kesh ndikim nga krizat ekonomike në qoftë se ai ta përcakton çmimin. Pastaj kjo shtrëngtim i çmimit bie në inflacion, bie në shtrëngtimin e standardit, bie në rënien e cilësisë të jetës, bie në gjithçka që ti thu, okay, ama kjo tash ka reperkusione ndaja në mirëqenien time ekonomike. Po. Edhe prandaj njerëzit nuk janë kënaqur. Këtu debati, e tani po një debatin është a mund ta ulim TVSH-n, as mund ta ulim TVSH-n. Edhe asnjëri nuk flet, nuk ka një debat sociale, një shoqërorje të madhe, përfshi edhe juve si media. Të flasim, okay, çfarë duhet që ne mos na përsëritet një Iran i dytë pas 4 vite pas. Se krizat janë ciklike. Bashkëto 10 viteve përsëriten. Çfarë duhet të them tani? Unë do të them që ky lloj krizat nuk kanë pasaporta. Edhe thonë, nuk do fut në ky shtet me, si njerëz që kanë pasaporta. Krizat po e ndikove, po e kape në një vend të ekuacionit, do ketë efekt në ekuacionin tjetër, për shembull Maqedoni. Edhe ta me energjia elektrike, mazuti, gazi, nafta, këto janë trende ose janë commodities global që ne i përdorim për prodhu diçka. Me që kërkove një forum i akuar, çfarë duhet të bëhet? Vizioni më i madh mas pari është që duhet krijohen, në kriza, sendi më i madh është që ti fuqizon të rinjt krijojnë modele kreative dhe inovative. Duhet të arrish fondin dhe subvencionin për kreativitet dhe për inovacion. Njerëzit, duke e përdorur potencialin e trurit të këtyre njerëzve, thotë na jepni produkte apo shërbime që do jenë made in Macedonia. Jo made in Izrael, jo made in këto.
Kjo pa, e dyta, ne duhet të arrisim subvencionet për bujqësi dhe për blegtori. Duke filluar nga prodhimi i gruajt e kështu me radhë deri te agroturizmi që janë vlerë shtuar e kësaj shoqërie. Do të thënë, ne nuk mundet për mish, për miell edhe për produktet e ngrira të mbaremi nga Serbia dhe nga Argentina dhe nga Brazili. Maqedonia nëse ka diçka pasur janë malet. A e dinte që ne nga këto berries, nga këto frutat e thata, frutat e pyet, asnjë gjë nuk importojmë. Nuk mbledhim ne. Në ndërkohë që e ke 38% të popullatës tonë që janë net, not in employment, not in education, not in training. Ato janë të padukshme për sistemin, 38%, edhe këto shumica janë për fatin e keq gra, të cilat shumë mirë mund të përdoren për mbledhjen e frutave të majt, të cilat përse do ngrihen dhe do vendosen si vlerë shtuar në gjella, në kështu me radhë. Ne nuk kemi vizion të atill, ne nuk kemi. E folëm për këto produktet edhe prodhimin e energjisë elektrike, fotovoltaike, kështu me radhë. Sot Maqedonia duhet bëjë më tepër. Sot nëse shkon në Austri, Slovaki, në Hungari, i ke të gjitha fushat të mbuluara me këto lloj panele fotovoltaike. Ndërkohë që Maqedonia ke vetëm 2 vende, në Sveti Nikole edhe një vend tjetër nuk e di ku ishte. Ndërkohë që çdo shtëpi duhet të ketë subvencionim për të krijuar, për të futur një lloj paneli që të paktën vashmërinë nga sistemi publik ta ketë më të vogël. Këtu mbrohen monopolet nazim. Këtu mbrohen tregtarët. Si është i paimagjinueshme këtu si e analizon masën ose masat e qeverisë pikërisht në këtë moment krize. Kujt i shkojnë në favor? I shkojnë në favor biznes interesave apo qytetarit? I shkojnë favore njerëzve të cilat kanë edhe kompani edhe janë politik. I shkojnë në favore monopoleve. I shkojnë në favore tregtarëve. Nuk mundet tregtari ta lufton prodhuesin lokal. Sot ti ke tregtarë të cilat sillin mish nga Argentina dhe nga Brazili dhe janë aq të fuqishëm ekonomikisht që ndikojnë në tek politik bërësit që mos merren ndryshime ligjore sepse këto nuk duan ta humbin biznesin. Në ndërkohë që këto lidhje politike pastaj i japin korrupsionin, korruptohet sistemi. Duke folë kështu nuk të mbështet asnjë. Jo, okay, e di. Po a do duhet ne ta humbasim pavarësinë e mendimit apo jo? Absolutisht jo, por ishte kështu pak ironike. Pse e bëj këtë ndërhyrje? Qartësisht krizat globale ndikojnë. Nuk duhet gabojmë për kërkund, ha? Po jo, kështu se mund të merrni të angazhoni si ekspert për shembull, për të ndërtuar një strategji e diçka tjetër, por me që je i padëgjueshëm dhe flet dhe duke kritikuar gjasat janë. I speak my mind, thon anglisht. Unë flas nga çfarë vjen truri im, nëse do të jem kështu politically correct, do të flas edhe ashtu. Ama e di që nuk e don ti, prandaj. E thash, ishte çështje ironike, por sa shansa ka që t'i kthehemi pak realitetit ton, që këto kriza globale të ndikojnë dramatikisht në skenën politike. Dhe pse e bëj këtë pyetje, duke u nisur nga konstatimi jot që s'ka shumë vizion, që merren masa vetëm për interesa të caktuara ose për grupe të caktuara, ndërkohë që qytetari do t'i ndjej pasojat e krizës, sa gjasa ka që një ngjarje siç është ajo në Iran, një konflikt siç është ajo në Iran ose në Ukrainë, të ndikojnë në skenën politike këtu. Shumë ka gjasa sepse të gjitha krizat politike edhe shëndetësore kanë impaktin ekonomik. Edhe ti e din shumë mirë që kanë rënë qeveritë mëdha duke mos ditur ta ballafaqohen me kriza. Duke filluar nga Franca, Britania e Madhe me exitin e kështu me radhë. Do thënë, impakti vjen në fund kush e pagon faturën e kësaj lloj krize që do vi. Maqedoni nuk di të them sepse skena politike është goxha stabile me një shumicë të madhe që është VMRO-ja, që e ka, por që do ketë, nëse vazhdon do ketë ndikim dhe trazira të mëdha sociale dhe ekonomike, këtë ta them padyshim. Tani do varet krejt se sa do zgjat kjo krizë. Edhe çfarë do të them diçka tjetër. Më të pyete mua çfarë do të bëjë qeveria. Këto vizione në fund kanë 2 parametra. Në fund do vi një fakturë që do duhet ta paguajë këtë lloj vizioni që ka qeveria. O e pagun shteti nëpërmjet huazimeve të tjera që vijnë nga miliarda nga Hungaria, nga Britania, o e pagun biznesin nëpërmjet rritjeve të çmimeve. Në fund të dyja këto i pagun qytetari, sepse asnjë nuk e pagun në koston e vet biznesit se unë do ta rrisë çmimin. Po, e ka marrë çmimin e mishit pules tani për 300 denar, edhe do e uli 250 denar ta ketë konsumatori më pak. Kjo do ta ketë më të madh.
E tani pyetja është qytetari sa do ta shtrëngoj rrypin, mund ta duroj të lloj krize, sepse kjo do reflektoj patjetër. Apo do thotë unë nuk e duroj dot më, kërkoj një lloj përgjigje ma afatgjat krizave. Nuk mundet në azim ne të merremi me politikë tërkohës. Shkjo që ndodhi tani, ti ke sot iftare në Ramazan, 3 ditë fotografijat mëdhaja të partive politike edhe liderëve politikë të fotografu me strukturat e vetë, ndërkohë që populli jeton me 300 euro në muaj. Populli është i varfër, ndërkohë që strukturat edhe elitat politike dhe ekonomike kemi shumë pasura për shkak të lidhjeve që kanë me ekonominë. Edhe kjo tani unë mendoj që do reflektoj në qoftë se do zgjatën shumë kriza e Iranit, sepse shtetet bien nga impakti ekonomik, jo nga impakti politik. Politika është vetëm piknisja e krizës, pa e përfundon më fund të ekonomia. Përflitet shumë këtu se jo do ke zgjedhje, tani nga struktura qeveritare thonë që nuk do ke zgjedhje të parakoshme, edhe pse apo përflitet një gjë e tillë, mund të krijojë kjo krizë ekonomike një lloj pakënaqësie që të lëkund shoqërinë edhe të vider atje që të kërkohet zgjidhja me zgjedhje të reja? Të thash edhe një herë, krizat nuk janë me definicion vetëm këqija, janë edhe të mira, sepse krijojnë mundësi që të krijohet një debat se çfarë lloj modeli ekonomik të ri duam ne. A do mbaremi akoma nga tregtarët apo do krijojmë prodhuese lokale? A do mbaremi në politikat e tregtisë apo do fokusohemi në sipërmarrësi dhe në kreativitet të rinjve? Edhe një herë, për ta thënë që do ketë impakt, dua ta kuptoj ose du ta di sa do jetë kozgjatja e kësaj krize. Në qoftë se është sa më tepër zgjatet, aq më tepër ekonomia jonë bëhet fragile, bëhet më e ndjeshme dhe bëhet më e sensitive nga fluktuacionet e çmimeve në nivelet botërore. Pse? Sepse do përjetoj impakt madh standardi jetësor, do përjetoj cilësia e jetës, edhe ajo që duhet të jep qytetarin kontribut vis-a-vis komfortit që ka krijuar në vitet e kaluara. Sa më tepër të rritet qytetarit çmimet e kësaj, ka impakt të inflacioni, edhe ky person do mundohet të merret vetëm me furnizimin apo me mbulimin e shpenzimeve bazë, edhe do len pak nga komoditeti apo nga luksi që është mësuar të krijoj nga vitet paraprake. Edhe atëherë do krijoj frustracione, do krijoj menda vetes një lloj shpirti revolucionar, edhe do duhet të del në rrugë të protestoj sepse gjendja është më e keqe. Po duke e ditur që te ne është situata edhe shoqëria e politizuar, gjithmonë qeveria dhe gjithmonë partitë politike gjejnë një mënyrë për të korruptuar personat të cilat janë brenda kësaj dhe grupimi edhe për të shuar që nga nisja këto lloj protestash. Te partitë shqiptare shikon një frymë analitike të tillë për çështjet ekonomike? Ja. Te partitë shqiptare në pushtet? Absolutisht jo. Nuk ka një shife. Sot partitë politike në pushtet, jo që nuk kanë një lloj vizioni dhe mendimi, po ato mbaren ekskluzivisht nga politikat e VMRO-s, të cilat merren në nivel shteti. Shife, ne shqiptarë gjithmonë kemi qenë reaktiv. Edhe përpara kur ka qenë BDI-ja, është bërë një zonë ekonomike ose një model ekonomik, BDI-ja ka thënë, ajta bëjmë në Tetov. Kaq ka qenë, domethënë ideja është atë me të shqiptarët diçka. Unë inshallah nuk vdes te ta përjetoj kur shqiptarët do dalin me ideja proaktive, që Maqedon të merren me idetë tona. Ose kushtimisht me thënë partitë tjera. Ne gjithmonë kemi qenë reaktiv, domethënë kemi qenë emocional. Hajde bëhet një lloj modeli ekonomik, ama do ta bëjmë edhe në Çajir, apo do ta bëjmë edhe në Tetov. Asnjëherë s'kemi thënë ne se si duhet zhvillohet, se si e shohim Maqedoninë. Ne sot kemi 2 universitete në Tetov edhe akoma nuk kemi një strategji se si e shohim ekonomikisht Pollogun. Ende nuk kemi. Jo se ke lexuar diçka aty, tregom që ta di, të them për shembull se si duhet të jetë Pollogu, duhet të jetë fush prodhuese e produkteve bujqësore, apo duhet të jetë me fabrika, apo duhet të jetë zonë ekonomike, apo duhet të jetë zonë tregtare, apo çfarë duhet të jetë, apo një model tru financiar, nuk e dim çfarë duhet bëhet sepse s'kemi tru, s'kemi mendje, s'kemi ideja se si duhet. Edhe un kam qejf a politika e ka përgjegjësinë kryesore, ti asimiloj dhe ti akumuloj këto lloj mendjesh, nga cila duhet të vinë që të krijojë një strategji vetëm për se si e shohim Maqedoninë. Për fatin e keq, akoma jemi te glorifikimi i figurës të liderit, akoma jemi te
a është kjo aleanca e vërtet apo është kjo aleanca e vërtet, edhe ne humbasim në këtë lloj debati, ndërkohë që bota zihen. Bota nuk na pret neve. A do thotë kjo që do të rikthehet në Maqedoni debati interetnik më shumë se këtu këtu pastaj subjektet politike janë rahat sepse nuk japin përgjigje, edhe vetë ndodhin ja këto debate që edhe i ndjekim. Do kthehet debati interetnik sepse e shoh këtë debat. Në ndërkohë që ne kishim krijuar një vit kuqe, por që të cilës nuk duhet të binte ne, për faktin e keq që vija u çvendos tani, debati do jetë kush e çvendosi? E çvendosin ato që janë pushtet. Edhe VMRO-ja edhe vleni? Po tani ato që janë Jo, një lloj, domethënë kush kontribon më shumë? Më shumë VMRO-ja kontribon patjetër. Në ndërkohë që vleni për fatin e keq nuk e ka ato numra të cilat do duhej siç i kishte BDI-ja që të mundej të krijonte të paktën një lloj politike më të madhe defensive. Po pse duhet vetëm numra? Qëndrimet ja siç thua ti duhet të jenë konstante. S'ka nevojë. Jo, dakord jam. Jo, diçka që nuk pajtohesh, edhe që bie poshtë vijës të kuqe, duhet të thuash po. Po tani nëse e shikon që VMRO-ja e ka dhuruar pushtetin, atë i bie që okay. Atë i bie që do duhet të dakordohesh me këto lloj politika deri një kohë kur ti konsolidohesh brenda, sepse ne akoma nuk kemi konsolidim. Jo një do krijohet një parti, jo do shohim se si do vinë çfarë strukturë do vitë ne, derisa krijohet ky konsolidim i brendshëm, çështjet shoqërore, duke përfshirë edhe etnike, humbasin. Domethënë vleni ti ka dhuruar pushtetin VMRO-ja, kjo është ideja. Po tani e ka dhuruar VMRO-ja. VMRO-ja e ka shef si partner dhe këtu s'ka asgjë të keqe. Në ndërkohë që politikat e konsolidimit marrin kosto të mëdha kombëtare. Shumë marrin kosto të mëdha kombëtare. Dakord, në krejt në fund, si e shikon nëse mund të bësh një lloj predikimi të ardhme në këtë kontekstin, edhe politiko-ditor, edhe në kontekst të krizës, edhe në kontekst të angazhimit tënd personal, kur në shoqëri vihet re një zhgënjim, por paralelisht edhe një apati. Si e shikon zhvillimet politiko-shoqërore Nazim, pyetja jote nuk duhet të jetë vetëm për mua, mendoj se lufta politike, do ta them, lufta politike duhet të futet në gjenerate re politike. Nuk mundet as unë po futa në Vlen apo edhe në BDI, apo edhe ky parti 3, nuk do jetë fitore e garantuar sepse bëhet për individ. Individi mund korruptohet, mund ndryshojë qasje mendim. Nëse futet si grup, si gjenerat, mund ta korruptojsh visajin, mund ta blesh visajin, ama Nazimi dhe grupa vazhdon rrugtimin. Edhe duhet të them që partitë politike, po që janë të mençura, edhe në opozitë edhe në pozitë, duhet ta marrin këtë mendjen e pavarur, ekspertizën, intelektualizmin, civit, të blejnë civit e njerëzve, që të mund krijohen disa politika, sepse lufta nuk është interetnike, është fatkeqësisht është intraetnike. Ne akoma vazhdojmë flasim për miqënien e shqiptarëve, se çdo ditë lexojmë degradim me kështu me radhë. Edhe nëse ato duan që të bëjnë një lloj pariteti me ato që i quajmë partner, për faktin ton ne i shohim më tepër si kundërshtar, do duhet të shkojnë atje me ide, me projekte, me programe. Edhe mendja, edhe dia, edhe ekspertiza nuk është menda partive politike, për shkak se ato ka një mision tjetër. Është jashtë partive politike dhe sa më tepër ato e kuptojnë, aq më tepër më mirë për ata, jo për ne, sepse do mund bashkëjetojnë. Po ideja është që ky intelektual ka edhe një ego vetë intelektual, nuk mund të tankohësher të qendrimeve të partive politike apo të kryetarit të partisë. Duhet vi me kosto të lëshimit të kësaj lloj glorifikimit të pozicionit të tij që të mundet të integrohen të dyja bashkë. Çdo vend i botës ka patur sukses kur e ka futur mendjen në përdorim. Kurse ka futur mendjen ka qenë gjithmonë 4 vite. Ta blejmë pak kohën, ta blejmë pak ditën. Me këtë atëherë po e mbyllim. Edhe u gëzova shumë kur pash entuziazmin e madh sidomos për shpjegimet ekonomike, duket që të ka munguar kjo pjesë. Ka munguar shumë. Kështu që gëzohem që disi e zgjuam, edhe sigurisht për përgjigjet e sinqerta për gjithë eksperiencën personale që edhe për herë të parë pas angazhimit tënd politik. Faleminderit për ty që insistove për këtë lloj interviste, sepse unë nuk do kishte asnjë mundësi që të shkoja diku tjetër pa mos ardhur te ty, sepse jemi edhe miq edhe e dija që ta kam borx një reflektim të tillë pas sa kohe. Faleminderit shumë. Pra të dashur ndjekës, Visar Ademi me persjatjen e tij personale, por edhe me
analizën se si dhe çfarë duhet bërë për shkak të krizave globale. Sigurisht podcasti Rishtazi do të vi sërish pas disa ditësh, deri atëherë, mirupafshim.